të gjithë së bashku. Dhe jo, ja ku e keni, do bëjmë dhe një konsultim publik, me Demek, dhe ne do vendosim këtë që duam ne, deri në fund. Tani, çfarë përmbanta ai drafti? Unë do t'i përgjigjem direkt sa gjeje. Si? Do t'i qoj Kuvendit të Shqipërisë, atë që s'mundja t'ja qoja 2 vjetë përpara, 3 vjetë përpara, kur ka qenë. Në përmjet grumbullimit, si nisëm ligjvënëse qytetare, sepse kisha partit politike kundra në atë kohë. Të gjithë. Morët vetëm 16.000 firma. 16.625 firma. Nuk i bën do të 20.000 që ta qonim si nisëm. Do t'u është po qese do t'i bëjmë dhe ta qonim si nisëm. Qfar do bëj? Edhe këtë e dyshoj se qfar do bëj, sepse ne shkruajmë, mundohemi t'i respektojmë dhe në fund fare pasaj si marrim në konsiderat. Nisëm të tillë ligjvënëse ka për kodin zgjedhor, po ja them edhe zotit Ivi ta di, kodin zgjedhor ne kemi dërguar një nisëm ligjvënëse me 26.000 firma të qytetarëve për të hapur listat, pa për të votuar me listat 100% apo për këshilltarët bashkiak. Unë do t'ja u dërgoj edhe, do t'ja rikujtoj Kuvendit të Shqipërisë këtë që ne i kemi çuar pranë. E rëndësishme është që fillohet një gjë e tillë, nuk ka pengesa që e përjashtojnë totalisht mundësinë e bërjes, e cila është thik me 2 presa në të njëjtën kohë, përsa kohë që këto pengesa janë hequr vetëm nga njëri krah, vetëm nga mazhoranca deri tashti, të kërkojmë të realizojmë si një proces i cili vërtet të na krijojë mundësi ne qytetarëve dhe të gjithë shoqërisë tonë që të ushtrojë dhe këtë mundësi që ofron demokracia e drejt për drejt. Po që pasaj se do të shofë se si i trajtojnë çështjet e ndryshme në projektin që unë kam lexuar me vëmendje, atë çka bën me dije nëpër media të shqiptaria.com, kam përshtypjen se midis të tjerave është e shikojnë që ka shumë vend për ta diskutuar gjën, sepse vazhdohet të qëndrohet, të mos ndryshojë qëndrimi ndaj realizimit të legjislacionit për referendumet, i njëjtë me atë që ka qenë që kur shartuar kodin zgjedhor në 2003. Është shtojc, kështu siç është shkruar ky ligj, projekt ligj është shtojc zgjatim i kodit zgjedhor, që do të thotë gjithë efektet negative që ka në funksionimin e procesit zgjedhor kalojnë edhe në këtë që mund të ndodhi nesër në, për shembull, për administrimin. Kryefjala janë në punësit civil për të administruar, ka atje dhe të tjerë pasaj. Edhe çdo qytetar, mund edhe çdo qytetar të kërkojë dhe të marrë pjesë. Ose kërkojnë që çdo gjë të kalojë në Komisionin Qendror i Zgjedhjeve. Është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si autoriteti kryesor në gjithë të gjë. Edhe një referendum vendor në një njësi vendore të caktuar që të mund të bëhet si tillë, duhet të kalojë te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të vetë tek presidenti i Republikës dhe tjetë presidenti i Republikës që në bashkinë e Pustecit do bëhet një referendum lokal. Po mirë, pse ka administrata ajo, ka njerëz, apo ka mundësi ajo bashkia Pustecit apo një X bashki? Po pra, po nuk duhet të vejtë, nuk duhet të japi presidenti këtë lloj, sepse është bllokim kjo që i bëjnë.